Çmimet e qirave, por edhe çmimet e shitblerjes së apartamenteve e shtëpive në Gjermani janë definitivisht tepër të larta, miq të dashur, ndërsa fajin kryesor e ka mungesa e ofertës së mjaftueshme të banesave të ashtu quajtura sociale që janë me çmime më të përballueshme për xhepin e shtresës së mesme dhe asaj më të varfër. Problemi i banesave dhe qirave në Gjermani është pra vërtet shumë i madh. Por para se të vazhdoj me këto probleme, ju kujtoj edhe një herë sponsorin e kanalit ton, kompaninë Mana, e cila është duke ndërtuar lagjen ekskluzive të shtëpive me emrin Lagja Simfonia në afërsi të Prishtinës. Pra, nëse jeni të interesuar për ndonjë shtëpi ekskluzive për vendbanim, vetëm 5 kilometra afër qendrës së Prishtinës janë duke u ndërtuar rreth 40 shtëpi ekskluzive. Lagja Simfonia po ndërtohet në Zllatar, siç e thash, vetëm 5 kilometra larg qendrës së Prishtinës në vijë ajrore, me ajër të pastër dhe infrastrukturë vërtet të përshtatshme për jetë, me kopshte e një shkollë për fëmijë, si dhe parqe dhe terrene sportive. Pra, nëse jeni të interesuar për një shtëpi sipas standardeve më të fundit europiane, lajmërohuni në numrin e telefonit që do ta shihni këtu poshtë, e për më shumë informacione natyrisht që mund të vizitoni edhe faqen e internetit apo dhe rrjetet sociale ku do të gjeni edhe shumë detaje të tjera. Por të kthehemi në Gjermani, ku sipas studimit Social Housing Monitor 2026, në Gjermani mungohen rreth 1.400.000 apartamente me çmime më të përballueshme apo siç quhen banesa sociale. Në studim thuhet se më të prekurit nga kjo mungesë janë të moshuarit, pra pensionistët, si dhe personat me aftësi të kufizuar, por të prekur janë edhe studentët, të huajt dhe gratë që jetojnë vetë me fëmijë, sepse të ardhurat e këtyre kategorive mesatarisht, po them, janë më të ulta se sa të tjerë. Këto kategori e kanë shumë vështirë të paguajnë çmimet e larta të apartamenteve, e problemi është që në Gjermani është goxha vështirë edhe të gjesh një apartament, sepse, siç e thash, mungojnë, siç vlerësohet, rreth 1.400.000 banesa të përballueshme sociale. Në studime thuhet se kategoritë më të prekura shpenzojnë më shumë se gjysmën e buxhetit të tyre mujor vetëm për qira. Drejtuesi i Institutit Pestel, Matias Günther, thotë se qirat e larta e shtojnë nga dita në ditë edhe numrin e të varfërve në Gjermani, e në kufirin e varfërisë në Gjermani jetojnë rreth 17 milion njerëz. Ndryshe, kërkesat për banesa sociale më të mëdha janë në Nordrhein-Westfalen, pra në landin NRW, ku mungojnë 376.000 apartamente. Më pas vjen Bavaria, që ka një mungesë prej afërsisht 233.000 apartamentesh, ndërsa situata pak më e mirë është në landin Bremen, ku mungojnë vetëm rreth 13.000 apartamente. Gjendja më e mirë është edhe në Saksoni, ku mungojnë afërsisht 26.000 apartamente sociale, në Tyringi me rreth 20.000 dhe në Saksoni-Anhalt rreth 17.000. Shteti gjerman, që në kohën e kancelarit Scholz ka paraqitur plane për ndërtimin e rreth 400.000 apartamenteve sociale në vit, siç thuhej aso kohë, por këto plane nuk janë realizuar kurrë, as për së afërmi në fakt. Edhe qeveria e tanishme e kancelarit Merz e ka për synim ndërtimin e sa më shumë apartamenteve me çmime më të përballueshme për të gjithë ne, por kjo mbetet të shihet si do të realizohet. Pritet që këtë vit të ketë më shumë investime në këtë drejtim, por siç e thash, kjo mbetet të shihet sepse premtime ka pasur edhe përpara dhe nuk janë realizuar. E unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje edhe këtë proces. Ndaj, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse me siguri i intereson edhe shumë të tjerëve që jetojnë në Gjermani, por edhe ata thjesht që duan të dinë më shumë për Gjermani. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.